Nga regjimenti i parë i aviacionit ushtarak shqiptar, 23 peza me aktivitet e MiG-15 te baza aerore taktike e NATO-s, me Black Hawk Cougar dhe dron Bayraktar, baza e Kuçovës kremton me krenari 7 dekada jetë. Një histori për kushtimin dhe sakrificën në shërbim të adeut dhe të aleatëve tanë. Kjo bazë ka një lavdi për njerëzit që hodhën themelet për ata që mbrojnë sot qiellin shqiptar, e cila festoi 70 vjetorin e krijimit të aviacionit luftarak në Shqipëri. Vitet e para kanë qenë të lavdishme, ndërsa flota e avionëve zgjerohej në qiell të hapur. Festa zyrtare e krijimit të aviacionit luftarak është në 24 prill të vitit 1951, kur u bën fluturimet e para. Krijimi i mirëfillt i aviacionit luftarak është me avionin MiG-15, që është baza aerore e Kuçovës e krijuar më 15 maj 1955. Rreth 200 deri në 220 avion luftarak dhe helikopter. Kjo ka qenë gjithë flota luftarake shqiptare në këto vite. Kjo bazë që në krijimin e saj kishte potencial në krahasim me vendet e tjera të rajonit, ndërsa sot kjo bazë njihet si baza e aviacionit të NATO-s në Kuçovë.